Ju jeni një nga fermerët në zonën e Myzeqes. Po. Sa vite keni që ju merreni me prodhimin e perimeve në sera? Unë kam 20 vjet me serat, lash emigrimin dhe u ktheva për Shqipëri. Dhe kam 20 vjet që merrem me këto me serat. Çfarë keni me aktualisht serat? Për momentin kemi spec 7 mish, kemi spec barbu për mbushje, domaten jemi në përfundim, kemi mjell në më të ndryshme, kulturat në më të ndryshme në fjalë, sipas nevojës që është shumë. Çfarë prodhime ke brenda dhe sa dylym sera ke aktualisht sot? Unë kam këtu për momentin këto i kam marrë me qira, se kam edhe të tjera dhe shtëpia. Kam 3 dylyme gjysmë, këtu janë 12 dhe 3 dylyme gjysmë dhe shtëpia. Këtu i kam spec 7 mish. A mbulon shpenzimet prodhimi juaj sot në tregun që ju shisi me pakic ose me shumic? Ne shesi me shumic. Është skandaloze, është turp tregosh, shikosh çmimet sa janë plerat o pesticidet tëra që këto nevojitën për serat, këto të lejueshmet janë tre fishuar, ndërsa çmimet janë për tokë. Më ditë e punës ka vajte për Arkadin ka vajte shtrenjë me fjalë. Nuk kja vlen, bas edhe për ata se shtrenjë për nesh. Sa punojës keni aktualisht që punojnë në serën tuaj? Për momentin kam 5. Sa është dita e punës? Për punëtorin është 25.000 lekë. A ju intereson juve që të mbuloni punën e punëtor me pagesë dhe ku prodhimi sipas jush është me një çmim të lirë në tregun e shumicës? Jam bërë shumë bishmendje ka marrë. Është skandaloze me këto çmimet. Është shumë skandaloze, jo skandaloze, është shumë skandaloze. A është problematik prodhimi i specës të kjo me pesticidet? Si e shikoni këtë? Ku i merrni pesticidet ju? Ne punojmë me agronom të kontrolluar, çdo gjë është e kontrolluar. Çdo gjë këtu bëhet me kontroll, që shteti i lejon. Përveç prodhimit të specës që ju merrni me pesticidet, tregu i brendshëm e mbulon komplet shpenzimin tuaj përveç eksportit? Ja, ku ta çoj tregu vendit gjithë të prodhim? Ku të kërkoni këtë ndihmë? Për shteti pra, në shtëpi ka një shtyllë, ku shtylla prishet do të thotë që ka mbarur shtëpia, edhe shteti, nuk ishte kanë mendje këtu te fermerët. Ata mundohen si për veten e tyre. A do të vazhdoni masi të mbyllni këtë produktin e specës, a do vazhdoni përsëri të mbillni kserën? Them bëjmë edhe një provë tjetër, pastaj do jetë shumë e vështirë, kështu siç po vazhdojnë gjërat. Edhe jam bërë shumë bishmendje, jam kthyer, thash se do bësh ky vend, po jo. Këtu kanë mendje vetëm vetëm për grabitje, nuk e kanë mendje njëri te fermeri. Këtu duan ta agroposin fermerin. A keni marrë subvencionime nga shteti? Subvencionime qesharake. Ato do t'i lash lart poshtë ato që kemi marrë. Është turp me fjalë, po të vesh në Kosovë, se unë kam edhe blet. Një koshere blet në Kosovë merr 50 euro, ndërsa këtu te ne 10.000 lekë vjetër është turpi më i madh. Kosova 15 vjet shtet, ne kemi 100 ca vjet shtet. Është turp. Subvencionimet e shtetit nuk mbulojnë as 10% të shpenzime që ju bëni vjetore? Qa 10%, as 2% nuk mbulojnë. As 2% nuk mbulojnë. Do kishin një thirrje për socialet e shtetit? Po, do vi një ditë që shteti do t'i kërkoj gjithë këto që po na bën, këto lojra që na bëjnë. Të hapin syt, të ndihmojnë fermerin, të shikojnë, të kontrollojnë dhe ato që thonë për pesticidet me fjalë, të kontrollojnë. Duke filluar me fjalë, kush i lejon ato që tynë? Mos ndoshta shteti fut vetë dhe e kërkon te fermeri. Kur mos më lejohet një pesticid, dhe unë se di, pse mos ta kërkoj atje shteti? Diku më lart, te vetvetja me fjalë. Duke filluar te vetvetja. Ju aktualisht jeni fermer në zonën e Lushnjës. Po. Dhe a keni mbështetje nga Arebi i Lushnjës duke dërguar ekspertë të ndryshëm që ju të bëni prodhime, apo thjesht Arebi është në qetësi në gjumën e tyre letargjik si gjithkohës? Çdo njeri këtu tek ne vjen sa për sy faqe. Nuk i se vjen kontrollojnë, bëjnë e shumë. Vinë në kështu, po. Faleminderit. Respekt e faleminderit edhe juve.